e marrë e vendimin. Unë mendoj që i vetë vendim i protestës duhet jetë që të vazhdoj. Të vazhdojnë këtë Po pa tjetër, po... Nuk ka rrugë tjetër, nuk bëhet do të protestë as parti politike, lëvizje do bëhet? është lëvizje. Kjo është diçka, kjo është diçka që më shumë i takon kohës sepse decentralizuar. Po e mbrojtin këtë idenë që duhet bëhet, nuk është si ai grushti që erdhi në mënyrë të natyrshme dhe partia besoi duhet vinë në mënyrë natyrshme. Ta bësh çdo shqiptar të zgjohet dhe të kuptojë që është marrë peng nga një klasë politike. Them dhe unë ata që një sekondë ta mbaroj se ata që kanë kuptuar këtë gjë, kur të vënë nesër në qendrën e votimit kudo që vënë, është e sigurt që vetëm për këtë klasë politike do votojnë. Dhe ky është jap shumë i madh. A do votojnë për një forcë nga këto të rejat, a do gjejnë një parti të re pastaj, një alternativë të re, këtë nuk e dim. Por të paktën ky është mesazhi i parë. Mesazhi është tjetër, është ajo që thamë që këta po lëshojnë elektorat, po duken se çfarë janë, se sa të lidhur janë, po diskreditohen ndërkombëtarisht në klasën politike, në zyrat e perëndimore, në mediat perëndimore, siç po e shohim vazhdimisht. Dhe kjo është tjetër hap i madh që të mos sillen më siç janë sjellë. Edi Rama përpara 30 ditësh ishte një mbret që bënte çfarë donte dhe fliste si donte. Ishte një mbret që urdhëronte të ngrihej gardi atje ku donte ai, të mbyllej deti dhe të rriheshin njerëzit si donin. Sot është një njeri që lutet për të mbyllur protesta dhe çfarë po bën për të mbyllur protesta. Edhe e hedh gardhin vet. Dhe ajo pankarta më e bukur aty është një që pash para 2 ditësh që të thamë të ikësh nga kryeministria, jo nga Mendoria. Ai ka ikur nga Mendoria. Ai zisha ai kërcen, hedh valle, shan, thot fuck you. Domethënë, këta e kanë shkatruar për 30 ditë Edi Ramën totalisht. Nëse doni një mendim timin është ky. Pyetja e Arildës është në ato pyetje që ne gazetarët i konsiderojmë pyetje $1 milion. Është thelbi i gjerave. Ju keni bërë në këtë një muaj më gjithë që po të mos ta kthesh mbrapsht dhe të mbrishte dita e parë, momenti i fillimit, nuk e mendon që do bëj kjo gjë. Është si një ëndër. Ëndrat janë gjithmonë të bukura, por si do vazhdojnë ato, varet nga ëndra. Pastaj, ti bën një pyetje, ju keni bërë një gjë të rëndësishme. Domethënë këtij establishmenti 35 vjeçar në mënyrë të çuditshme i treguat që bota nuk është ajo që ishini ju, që ndërtoni ju, që keni ndërtuar ju. Kjo është shumë. Pastaj shumë gjëra do varen, nuk do varen vetëm nga ju. Ju përpiqeni të bëni së mirën, por nuk do varen vetëm nga ju. Ne kemi një shoqëri, përfshi dhe mua që po flas, kolegët e mi dhe tjerë, shoqëri që ka probleme të rëndësishme. Bota ka lëvizur në një mënyrë me një luftë fuqishme, ka ardhur drejt së mirës, drejt progresit, drejt kësaj lloji shoqërie që dhe tani është në dileme, kupton, jo te ne, që ka qenë një karikaturë këto 35 vjet. Karikaturë e demokracisë liberale. Por dhe bota vetë tani ka filluar një rënje. Nuk dua të deziluzionoj në këtë rast, por ju keni bërë gjë shumë të rëndësishme. Për t'ju thënë ç'mendoj unë për pyetjen tuaj. Më tej unë nuk e di, them drejtën. Unë besoj se nuk jemi edhe një pjesë e mirë protestuesve aty janë dhe të shkolluar dhe nuk janë aq naiv sa për të menduar që për 30 ditë do ndryshojnë diçka që për 35 vite është majisur dhe më shumë se është më shumë se sa një pjellë e regjimit komunist. Po të ishte 35 vjet, do ishte një gjë e vogël. Po, kështu që është shumë më shumë se 35 vjet. Por unë besoj se tek megjithatë të mos filozofojmë. Plani i vazhdimësisë. Po mendimi im është ky, domethënë që ju keni bërë një gjë të rëndësishme. Ka dhe një lloj vazhdimësie në cilën ne nuk mund ta bëjmë vetëm, askush s'mund ta bëjë vetëm dhe ndryshimi i mendësisë popullit shqiptar duhet të marrin pjesë secili, intelektualët, arkitektët në këtë rast po prekim disa tema shumë të forta në të cilët një pjesë e mirë arkitektët të shohin të rëmbejnë para mos nuk shkon në ide. Se Zoti Hoxha është një brez që ideale ore. Përmendi artistët dhe intelektualët, por një pjesë e mirë e tyre ose kanë bërë foto dhe shkonin në aktivitetet e Erion Veliajt ose mundojnë që
këndojnë të koncertet e fushatës Edi Ramës. Dhe është e vështirë që të ngrihet, ne kemi parë dhe me proteste me teatrin, është shumë e vështirë që të afrohen intelektualët dhe të ketë një lloj ndërgjegje qytetare, dhe në këtë rast dua të kemi edhe një lloj përgëzimi për influencerat e Instagramit dhe të Facebookut dhe të TikTokut, të cilët kanë dërguar një qytetari shumë më të madhe se sa ata që quajmë intelektual. Influencerët zgjidhin Rama për stigmatizim. M'fal? Influencerët dhe blogerët zgjodhi Rama për stigmatizim. Dakor. Por efekti vërtet në rrjetet sociale u arrit nga pjesëmarrja dhe nga gjenerata Andi, unë nuk jam dakord. Ata e mundur, nuk e mundur influencerët. Harrohet Jam shumë dakord, pa ata nuk është se i duan ne këtu. Përfshiten ne këtu. I disa qef kanë sepse shqiptarë. mbaj mend ditën e parë. Por masiviteti i përfshirjes së rinis, ajo dha fitoren dhe algoritmin, ajo nxori algoritmin Pikërisht. jashtë parashëkim. Por Rama si mjeshtër që është në këtë fushë, por të mos ja u dhë meritën qytetarëve dhe kryesisht rinis, tha meritën, tha e rritën prej blogerëve dhe influencerëve. Se këtë Rama e shikon veten si bloger. Edhe agjenturave. Po pra, pastaj erdhën ditë të tjera dhe agjenturat. Ai stigmatizoi për zgjodhin fillim blogerët dhe influencerët, madje ai dhe ata i ka korruptuar. Ne i dim si thash, këtu dhe grafitet ishin me pagesë, i porosiste qeveria. Një gjë që në gjithë botën është shpirti i lirë i rinis. Arkitektët e uaj që vinë në botë nuk i bindot këto. Jo. Ne kemi parë fare mirë të Albanian Files në cilën ai telefonon vetë dhe ata thonë që këtu ka procedura kalojnë kollaj shpare. Protesta ka të gjëra që ndryshe nga 91-shin, nga 90-ta, ndryshe nga 97-ta që kanë bërë protestat në Shqipëri, ndryshe nga gjithë të protestat e tjera që kanë bërë me qëllim të caktuar armët kimike apo studentëve, kjo është një protestë universale. Dhe si redhim është emancipuese për gjithë Shqipërinë, për gjithë Shqipërinë. Pra, ndaj thashun e ka arritur një. Dhe thanë duam bashkë me dhe thanë duam pluralizëm politik. U quar 97-ën kërkuan parat, studentët kërkuan më shumë ishe specifike, drejt. Ata kërkuan armën kimike, ndërsa këta kërkuan ndryshimin total shoqërisë. Kjo është një protestë universale. Dhe kjo si protestë ka arritur një qëllim i cili është permanent në fakt, që ka krijuar një ndërgjegje e cila nuk mund të mbarojë me mbarimin e protestës. Mundësisht s'duhet mbarojë me mbarimin e protestës, dhe protesta s'duhet mbarojë. Dhe sigurisht shembulli i serb që përmendi zotëria është ai që duhet ndjekur deri në realizimin e qëllimit, por kjo ka ndryshuar komplet mentalitetin e gjithë shqiptarëve. Që tu po nuk u çove, emancipimi është kjo, që nuk mund të flesh në demokraci. Është protesta mesazhin më të fortë dhe më të kthjellët politik. Gjithmonë njerëzit janë quajtur dhe kanë thënë e kena për këtë lumin që po na marrin, e kena për këtë shtëpinë që po na shembin, e kemi dhe kur kanë qenë të mëdha, e kemi për këtë ligjin për armët kimike, e kemi për këto probleme që kemi ne studentët, po kur nuk kanë pas guximin me thënë e kemi me gjithë klasën politike, nuk është vetëm ky ligj.